Qindra kuintal prodhime bujqësore nga fermerët në fushën e Maliqit, kryesisht misër, patate, qep dhe grur, të cilat janë kulturat bazë të fermerëve të kësaj fushe, kanë mbetur të pashitura. Skënder Hamzaj është një nga fermerët në fshatin Drithas, i cili kultivon grur dhe misër. Ai tregon se ka më shumë se 500 kuintal misër të pashitur, ashtu siç ka stok edhe sasi të mëdha gruri. Sipas tij, një nga arsyet e mosshitjes së misrit ka të bëjë dhe me uljen e numrit të krerëve të bagëtive. Edhe numri i krerëve është ulur, edhe çmimi dhe kërkesa. Edhe çmimi, ata që që kërkesa është shumë e ulët, po edhe ata që kërkojnë me çmim sa nuk mbulon dot kostot. Robert Qeleshi është një tjetër fermer në fshatin Zvirin të bashkisë së Maliqit, i cili gjithashtu ka prodhim të pashitur. Arsyeja flitet sikur tregu është i mbushur, por çmimi këtu ku e japim neve është 20 lekë sot për momentin. I qepës 20 lekë të vjetra është kjo qep që është këtu. Që do të thotë që s'ka tërheqje dhe kjo është drejt prishjes tani. Se qepa do mbi, do kalbe, do bet. Përgjegjësi i sektorit të bujqësisë, Aurel Zenullari, pranon faktin se një pjesë e mirë e prodhimeve kanë mbetur të pashitura, por e ka të vështirë të thotë në qoftë se kjo ka të bëjë me prodhimet e importuara, apo se fermerët kanë shtuar sipërfaqet e kulturave bujqësore. Këto produkte kanë pasur kërkesa më të ulta se sa vitet e kaluara dhe gjithashtu dhe çmimi nuk ka qenë i favorshëm për fermerët, pasi kostoja ka qenë një kosto e caktuar, goxha e lartë për prodhimin e këtyre produkteve. Këtë të thotë që fermerët janë të vërtet interesuar për të shitur produktin, sepse cilësia nuk mungon, por nga kërkesa e ulët dhe nga çmimi jo i favorshëm, këto produkte kanë probleme me shitjen. Në disa kultura janë shtuar sipërfaqe, siç është patatja për shembull, është shtuar prodhimi dhe sipërfaqet e mbjella. Vetëm në fushën e Maliqit janë të kultivuara rreth 4000 hektar misër, 600 hektar me patate dhe misër, si dhe 650 hektar me qep.